Ky ka vrarë dhe një, i ka bën 100. Ky ka marrë dënimin që ka fol pa dituri. Por ky që ka dash mu pendue, mos t'i shkon me shkuet te një tjetër, kishmet pa pendu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhahaba ila alimin", pastaj ka shkuar tek një dietar. Kjo është adresa e duhur, kjo është veni i duhur. Fadhahaba ila alimin, ka shkuar te një dietar. Kush është dietar? Dietar është ai i cili ka njohuri gjuhës arabe, Kur'anit, hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ixhmuit, dhe nifet në familjen e vet, në mahallën e vet, në fshatin e vet, në lagjen e vet, qytetin e vet, se është i njeri i ditur fetar. Veç këta lejohet me pyet. Për fe, tjerë s'lejohet me pyet se është haram. Edhe të hupin, devijojnë edhe ty nëse i ngon edhe i devijojnë ata. Ky ka marrë dënimin. Ky ka met se e ka paqës kriminal, po s'ka pendim diçka. Fadhahaba ila alimin, ka shku te një dietar, fe qale heli tauba, i ka thonë, a ka pendim për mu? Ka thonë, çka ke bë? Ka thonë, i kam vrarë 99 vet. Dhe kjo ka ditë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka ditë shariatin e Musës, e ka ditë se Allah subhanahu wa taala ja pranon njerëzve pendimin derisa t'ju vjen shpirti në fyt, ose derisa t'lind dielli pe ka perëndimi. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala e pranon pendimin derisa të vjen shpirti në fyt. Kjo është për secilin individ veç personal, kurse në përgjithësi është deri në ditën e Kiametit kur lind dielli pe perëndimit. Tash kushdo që fol ndryshe, a muj mu pendu çka ke bën? Këto çka ke bën s'bën me vet hiç njërin. Se çka do që të ketë bë, lejohet mu pendue. Gabimi i parë, çka ke bën? Unë të vet, a muj mu pendu, mundesh mu pendue. Deri kur? Derisa të vinë momenti i vdekjes, ose derisa të lind dielli pe perëndimit, ka afat mundësi njeriu me u pendu. Pastaj ç'është